Turneu tradicional të futbollit të vogël KF Reqica TV Koha pas 14 ditëve po i afrohet fundi. Me ndeshjet e mbrëmshme, tani më dihen dhe 4 ekipet gjysmëfinaliste. Ekipet gjysmëfinaliste, Timi Invest, Timi Metal, Nes Petrol dhe MK Petrol. Sa i përket ndeshjeve të çerek-finales që u zhvilluan mbrëm, u dëshmua cilësi dhe efikasitet dhe lojë atraktive të ekipeve dhe regjistruan këto rezultate. Funa Mermer, Timi Invest 2-8, Nes Petrol NMV Iolim 7-4, MK Petrol Toto Pizza 0-0, pas ekzekutimit të penaltive 3-1 dhe Timi Metal Bili Komerc 5-5, pas ekzekutimit të penaltive 8-6. Kujtojmë se në edicionin e 34 me radhë të turneut tradicional në futboll të vogël, morën pjesë 28 ekipe, të ndara në 8 grupe, ndërsa pas ndeshjeve gjysmëfinale që zhvillohen sonte mes ekipeve Timi Invest, Timi Metal dhe Nes Petrol MK Petrol, do të mësohen 2 ekipet finaliste dhe 2 ekipe që do të luajnë për vendin e tretë. Organizatori për 3 ekipet fituese do të ndajë shpërblime adekuate, ndërsa do të shpërblehet dhe ekipi më fair play. Lojtari më i mirë dhe portieri më i mirë. Ndeshjen finale mund ta ndiqni drejt për drejt në rrjetet sociale të televizionit Koha.